Sami Allahu liman hamida. Agimi i gjeti rrethet e Shqipërisë në atmosferën e festës së Fitër Bajramit. Allahu Akbar. Falja e namazit u dëgjua në të gjitha sheshet e xhamitë e qyteteve kryesore të vendit. Qindra besimtar muslimane Elbasan morën pjesë në faljen e Fitër Bajramit të mbajtur në qendër të qytetit. Mes njëri tjetrit, besimtarët përcollën urimet më të mira. Për të kremtuar Fitër Bajramin, korçarët zgjodhën xhamin historike Ilyas Bey Mirahori. Myftiu i Korçës, Ledian Cikalleshi, ka përcjell një mesazh urimi për të gjithë besimtarët musliman të zonës, duke shprehur dëshirën që kjo fest të sjellë paqe, harmoni dhe begati në çdo familje. Sepse sot përmbyllet me sukses sakrifica 30 ditore e besimtarëve musliman, të cilët kanë agjëruar, kanë kryer vepra të mira gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, kanë qëndruar larg ushqimit dhe pijes nga mëngjesi deri në darkë, vetëm për hir të Zotit, vetëm sepse kërkoi ai. Urojmë të gjithë besimtarët musliman në Shqipëri dhe mbar botës gëzuar festën e Fitër Bajramit. T'ja kalojnë mirë, t'i begatoj Zoti, duke të falur gjunat. Shpresojmë që kjo fest të sjellë gjithmonë paqe dhe harmoni. Në Berat, falja tradicionale u bë në pedonalen Republika, ndërsa në Fier, në sheshin kryesor të qytetit. Myftiu Gramos Bliku uroi besimtarët dhe bëri thirrje për sa më shumë harmoni dhe dashuri mes tyre. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin. Shenjtëria e kësaj dite u ndje në të gjitha qytetet e tjera të vendit: Shkodër, Lezhë, Krujë e Vlorë.